Mirë do ishte, nuk është mandatore 100%, se edhe të duam ne nuk vinë të gjithë për një konsult, po mirë do ishte për shumë arsye. Sepse një individ i cili ka predispozit për sëmundje kronike të lëkurës, siç është psoriazja apo ekzema të ndryshme, një individ i cili ka histori të mos mbylljes së plagëve në mënyrë normale, që do të thotë lënien e cikatriceve hipertrofike apo keloideve, apo një individ i cili ka shumë nishane dhe histori qoftë personale apo qoftë familjare për kancer të lëkurës, idealja është që ata të konsultohen paraprakisht në mënyrë që ky risk të minimizohet, ajsa të kemi mundësi dhe në bashkëpunim edhe me Tattoo Artist, ne jemi në gjendje që të mbajmë në kontroll qoftë shpërtimet të këtyre sëmundjeve kronike apo qoftë monitorimin e nishaneve dhe çdo lloj ndryshimi për keq, ne e diagnostikojmë dhe e trajtojmë në kohë. Pra, as personat që kanë psoriazis edhe që janë me ekzem, nuk duhet ta mendojnë pra realizimin tatuazheve. Mund të kenë një eksacerbim, një shpërthim të sëmundjes në atë zonë. Okej. Albi, ka ndodhur që të vinë le të themi klientë të tillë? Klientë që nga pyetjet tona kanë historik me alergjit apo dhe me probleme me lëkurës, ne këshillojmë gjithmonë një vizitë te mjeku, sepse ne jemi profesionistë në bërjen e tatuazhit, domethënë kemi shumë informacione për lëkurën, por nuk mund të bëhemi mjek. Po, patjetër. Kështu që ne I drejtojmë te mjeku dermatolog që të ketë dhe një informacion dhe më të saktë. Edhe ne jemi dhe më të sigurt në realizimin e tatuazhit. Sigurisht. Doktoresha, ndërkohë një ndër problemet e tjera mund të konstatohet le të themi personat që janë me alopeci. Atyre ju lejohet të bëjnë tatuazhe? Varet nga lloji alopecisë. Ka dy lloje alopecish. Alopecit cikatriciale dhe jo cikatriciale. Tek alopecit cikatriciale, shanset që aty të dalin flokët janë shumë të ulta. Por kjo pasi ka kaluar në një sër ekzaminimesh dhe është e konfirmuar me biopsi. Në këto zona mund të ndodhë që të bëhen tatut. Kurse në zonat ku ne mund të rikuperojmë folikujt e flokëve, mirë është që të mos nxitohen që të bëjnë tatu, por ka disa trajtime të tjera që ne I kemi në dorë, ku mund të stimulojnë folikullin e flokëve dhe mund të rikuperojnë flok. Ndoshta jo aq sa duan apo aq sa kanë patur më parë, por mund të rikuperohen. E qartë, pra thjesht kujdesi është ai që duhet të prevalojë në këtë rast, pavarësisht edhe dëshirës. Pak më herët më the dëshira e tatuazhit, domethënë duhet të shkojë deri në pikën që nuk prek shëndetin. Në momentin që prek shëndetin, pastaj më mirë mos ta bëj fare tatuazhin. Del nga studio. Del nga studio dhe mos e bëj fare. Po, s'ka gjë, ose shko ku ta bëjnë. Po, mund gjesh një pasion tjetër, se është një pasion tjetër pa dëmtuar shëndetin. Është një dëshirë, është një pasion. Po, ndërkohë pak më herët më the para se nisëm emisionin që për sa I përket pyetjes time për pacientët e onkologjikut. Ti e ke një klient të tillë? Po, kemi pas të raste, madje ta ndash pak me ne. Po, ne kemi raste të tilla dhe pacientët e onkologjikut kanë pas tatuazhe edhe më parë. Edhe mbasi kam marrë të gjitha terapitë, edhe tani më mbas kam bërë tatuazhe tjera, edhe doktorët nuk ja kanë ndaluar. Të njëjtën këshill ja kemi dhënë dhe sigurisht, mos pacientët e tillë që kanë të specifik, pavarësisht se e kanë kaluar E kanë kaluar, po, dhe nuk është një problem për ta. Po tatuazhet që tashmë duket sikur ka filluar si mod tek personat që kanë probleme me flokët, me rënien e flokëve, për të mbuluar hapësirat boshe. Ato janë tatuazhe të cilat kanë filluar tashmë po bëhen në mënyrë të shpeshtë. Po, është një nga ndryshimet që meshkujt, edhe femrat, po meshkujt më shumë duan që ta kenë, por tani është dhe mbjellje e flokëve, kështu që më mirë ta kesh flok se sa ta ketë imitim sikur duket flok. Po ndërkohë ne sugjerojmë më mirë të bëjnë mbjelljen e flokëve që se e kanë mundësinë të bëjnë një mbjellje flokësh dhe në pamundësinë e mbjelljes flokëve pastaj mund të aplikojmë. Po, doktoresha, a krijon probleme kjo në skalpin e kokës në pjesën e sipër me këto tatuazhet për të krijuar këtë imitacionin nga larg të flokëve? Po, në qoftë se në kjo procedurë bëhet sipas rregullave sterilitetit të gjitha, jo, megjithatë
Duke qenë se në pjesën e skalpit në këtë rast kemi alopeci, duhet që patjetër këta individë aplikojnë kremin e diellit rregullisht çdo ditë gjatë gjithë vitit, sidomos nëse kanë një tatu. Kjo qoftë për pjesën estetike të tatus, që në qoftë se nuk aplikohet kremi diellit, rezatimi diellor mund të bëjë ndryshim të ngjyrës dhe të formës së tatus, por për këtë mund të flasi edhe më në detaje profesionisti që është në studio, por edhe për faktin për të mos i rritur vetes shansin qoftë për reaksione alergjike, sepse reaksionet alergjike të tatut janë më të shpeshta dhe më të fuqishme, qoftë për riskun ndaj kancerit të lëkurës. E drejtë, në fakt, Albi, ti ke pafund persona që i ke realizuar tatuazhe. Dhe një ndër ta në mos gaboj është edhe që ka pasur disa shenja në trup. Jo nishane, jo djegje, jo alopeci, por ka pas disa shenjë që ka dashur të mbuloj. Edhe në djegje mund të punojmë, po normalisht plaga dhe shenja e djegjes duhet kenë shumë kohë që ka kaluar. Po, jo direkte se shumë klientë vinë një muaj që ka qenë e djegur lëkura dhe vinë thotë dua ta mbuloj, po akoma lëkura nuk Sa do të kalojnë të paktën, apo është në varësi të lëkurës? Në varësi të lëkurës, po ne e këshillojmë mbi një vit. Po, mbi një vit. Po, edhe persona që kanë qenë pjesë ndonjë operacioni? Edhe operacione, varet në çfarë operacioni. Për operacionet të thella dhe shërimi është prapë e njëjta gjë. Duhet marrë një këshill prapë nga mjeku që të vi prapë te ne. Është një marrëdhënie me mjekun. Patjetër, konsulta që duhet. Po ju kur i thoni që merr një këshill te mjeku, pra në përgjithësi personat që vinë se ndonjëherë nga qefi kanë këtë egzaltimin edhe thonë ok, po s'ka gjë bëhe. Ju kur i thoni për të shkuar tek mjeku e kanë atë dëshirën për të shkuar? Ne kemi vetë kontaktet e mjekëve, kështu që i dërgojmë atje edhe mjeku vetë na e shpjegon. Ose dermatologu. Diagnozën. Shumë interesante. Okej, shumë e qartë. Që ta kemi direkt kontakt me mjekun, se mos të presësh se çfarë të thotë ai. Po, klienti mund edhe nga dëshira e madhe për të bërë tatuazhin dhe mund të gënjej, thotë, e di. Prandaj po thoya pra. Shkuar te mjeku nuk më tha gjë atë. Si e kemi në Shqipëri. Si e kemi në shqiptarçe, domethënë. Edhe një gjë të fundit, sepse në mos gaboj, më kujtohet para disa kohësh që ti ke pasur një ndër klientët e tu, një zotëri të huaj, jo shqiptar, i cili kishte në trupin e tij plag si pasojë e një ngjarje të kaluar për jetën e tij. Po, kishim një shtetas amerikan. Se s'dua ta them gjithë historinë. Ka qenë shtetas amerikan që kishte djegur njërën këmbë komplet edhe tjetërën këmbë deri te pjesa e gjuhit. Ishte e forcave zjarr fikse. Edhe donte ta mbulonte se kishte vite që e bezdistesi, e vuante dhe bezdistesi, ishte një shenjë, po përveç shenjës kishte edhe kujtime nga ajo shenja. Nuk donte që ta shihte. Kishte bërë shumë trajtime për atë lëkurën e djegur, se ishte djegje shumë e madhe. Po, edhe e mbuloi të gjithë atë djegjen? Po, e mbuloi gjithë pjesët e lëkurës që i kishte djegur, i mbuloi me tatuazh. Dhe besoj që ka qenë një ndër momentet që është ndjerë më së miri, le të them. Ai u ndje mirë edhe për pamjen, po edhe për atë, sikur e fshiun çik atë të kaluarën, atë dhimbjen dhe atë traumën që kishte kaluar. Pra në këto raste që e fshin të kaluarën e hidhur.